mos përdorni paracetamol në gjatë shtatzanisë se shkakton autizëm. Është e vërtetë. Unë mendoj që jo, edhe në bazë eksperiencave, edhe në bazë shkaktarin e sakt të autizmit nuk është idiopatik i panjoftur. Nuk është. Do të thonë nuk ka korrelacion mes autizmit edhe paracetamolit. Paracetamolit jo. A ka për shembull raste kur janë identifiku faktor infektiv, për shembull një bakteri ose një virus ose gjatë asaj kohe se temperatura e lartë te prindi, a mundën çto me ndiku që një fëmijë me pas autizëm? Prap nuk është faktor i sakt relevant i cili përcakton që me të vërtetë infeksionet janë faktorë të cilët mund të ndikojnë, mirë po gjithmonë janë me një rezervë. Edhe infeksionet e nana, edhe stresi, edhe trauma, edhe ushqimi, edhe ndotja ambiente, gjithë janë faktorë cilët mund të ndikojnë, mirë po sakt nuk kemi faktor. A ka autizmi natyrë gjenetike, a bartet përmes gjeneve? Mundësia e bartjes gjenetike është e madhe, do thotë nëse familjet e kanë një fëmijë, mundësia predispozicioni gjenetik është më i rritur të kenë edhe fëmijë tjetër.